Kini vend i cili nuk është politikisht stabil, është në një krizë të thellë, nuk ka kapacitet me kriju institucione dhe kini gjykatë si kjo e cila është në fund të mandatit të saj që ta përmbyll procesin, natyrisht që ata marrin konsiderat edhe situatën politike e cila është në vend. Por për te gjykatës, unë nuk kam mendu që si deputet i cili është 22-23 vite atje, që mund të shoh një klasë politike e cila qëllimisht është e gatshme që ta falimenton shtetin. Dhe kjo qasje jonë për të mos përmbyll procesin e konstituimit të kuvendit, të formimit të institucioneve të reja, në një kohë kur bota është përmbys, kur çdo ditë mund ndodh diçka për të imagjinatës tonë edhe në Evropë, tregon që ne realisht jemi një klasë politike shumë e papërgjithshme e cila vepron kundër interesit nacional të Kosovës. Kur po flet për klasë politike, po mendon për parti më të madhe apo për lëvizjen vetëvendosur? Natyrisht që ai i cili ka fituar zgjedhjet e ka përgjegjësinë. Por që t'jem më i qartë, unë edhe me 10 shkurt nuk kam pa ndonjë opcion që Zoti Kurti vetë mund t'i formon institucionet. Qartë. Apo që opozita mund t'i formon vetë institucionet. Edhe me 10 shkurt, analiza ime ka qenë kjo që e kam sot dhe debatin publik që e kemë është debat publik i rajshëm, njerëz kanë drejt me tha se çfarë mendojnë. Njerëz kanë drejt me pasqyru edhe interesat e tyre në qëndrimin publik. Por qytetarët e Kosovës më dhanë shkurt nuk kanë votuar që Zoti Kurti vetë ta bën qeverinë, është kështu, se ka marrë vetëm 48 deputet, por qytetarët e Kosovës po ashtu nuk e kanë dhënë mandatin e plot opozitës, Ish partive opozitare që këta ta bën qeverinë, se si kanë marrë 61 deputet. Do të thotë kjo situatë e mungesës së mbështetjes së plot për ta vazhduar qeverisjen, apo për ta përndodhur ndryshimi politik, për mua prej 10 shkurtit, po e tham tash, se me shkun zgjedhje nacionale mund të kem parafrasisht rezultatin e njëjtë, ndoshta me ndonjë ndryshim të caktuar, ka shtru pyetjen që mund të ketë 3-4 opsione se si dilet për krizës, ose ndonjë koalicion mes lëvizjes vetëvendosje me LDK-n, çka po preferon kryeministri Kurti, do të thotë lëvizja vetëvendosje LDK-ja, AK-ja, Nisma, që të jetë një qeveri stabile dhe që ta zgjedhin edhe presidentin dhe që ne në besmin e opozicës PDK, ose ndonjë koalicion mes lëvizjes vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës që të kemë ne edhe kryeministër, edhe president, edhe dihet çka ndodh në prillin e vitit të ardhshëm dhe të ketë qartësi politike, apo një qeveri të unitetit kombëtar, ku gjitha partitë politike hynë në qeveri, por si dikush ben i cili prej 2004 hynë në kuvend të Kosovës mbi 21 vjet, 2 vjet. Unë kam pa në seancën e parë që s'ka numra. S'ka numra se ne nuk duam që ta kemi edhe listën serbe në kombinatorik. Edhe unë mendoj që është e drejtë kjo, pas asaj çfarë ka ndodhur në Banjsk. Dhe nëse lista serbe nuk është pjesë e kalkulimit, dhe skena politike është kështu e fragmentuar, rezultati i lëvizjes vetëvendosje është 48 deputet, rezultati i PDK-s, LDK-s dhe AK-s, Nismës është 52 deputet. Unë nuk kam pas zgjidhje, nuk shoh zgjidhje se si të kalohet këtë situatë. Këta janë gjëra që i tham unë për herë të parë, po kam thënë në forumet politike të PDK-s në kryesi, në Këshill Drejtues, dhe i tham vetëm që t'jemi sinqert me ata cilët mu më kanë votu për 20 vite si deputet i kuvendit Kosovës. Kemi raportuar ne për takimet të mundshme të protagonizmit mes PDK-s edhe vetëvendosjes, ka pasur ndonjëherë diçka konkrete, diçka serioze në drejtim të koalicionit mundshëm? Takime ka pas. Apo diçka ka qëndruar në iniciativa private, të themi kështu? Jo. Takime ka pas, takime ka edhe mund të takomi kështu në rrafshin privat. Por Zoti Kurti nuk ka pas vullnet që të bashkëpunon me PDK, ne ka thënë disa herë që PDK duhet betet në opozit. Ne nuk kemi vetë ofru, asante unë s'po vetë ofrohem, për që po tham një realitet,